Duhet pranuar që vetëm në Shqipëri mund të haset që i njëjti skandal të ndodh 2 herë në të njëjtin institucion, me të njëjtën mënyrë, me të njëjtët persona brenda një kohe të shkurtër nga hera e parë, pa mbushur ende 2 muaj dhe autoritetet përgjegjëse të kapen përsëri gafil. Ironike, madje dhe shumë qesharake është se helmimi masiv, pra vepra penale, ndodh në Akademinë e Sigurisë së Policisë, nga ku pretendohet se do të dalin ata që nesër do të gjurmojnë, do të hetojnë ngjarje kriminale. Herën e parë ndodhi, u vendos një gjob, rasti u komentua thuajse në kufi të një incidenti banal dhe heshtja qetësoi autoritetet. Praktikisht, drejtoreshën e AKU-s Blerina Gjylametin dhe kreun e inspektoriateve Dashnor Sulën, i cili me një zell të madh premtoi veçanërisht kujdes dhe masa rigoroze të siguria ushqimore kur mori detyrën. Sikur se flasin dhe vetë faktet, situata është në mëshirë të rastësisë, se ndryshe nuk ka logjik. A u kujdes dikush të shkojë dhe të shohë standardet e ushqimit në këtë akademi pasi ndodhi helmimi i parë? A lan ndonjë akt konstatimi për kontrollin e bërë, pastaj po u zgjerua dinamika e dyshimeve dhe pyetjeve për kopshte, çerdhe apo qendra të tjera sociale e spitale, besoj se duhet kishte shumë net pagjumësie për zonjën Gjylameti dhe zotin Sula për situatën dhe realitetin. Konferencat dhe pasazhet propagandistike të inspektimeve nuk e mbulojnë dot realitetin, sepse gjendja është aq problematike sa plasin skandale si ky i helmimit të Akademisë së Sigurisë, sa nuk lën shteg as për demagogji, as për premtime butaforike dhe as për propagandë si puna e kësaj fotos me kaq bukuri, me kaq pastërti dhe me kaq rregull. Dikush duhet të mbajë përgjegjësi se nuk duhet pritur të vdesin njerëz edhe nga helmimi, madje që ndoshta dikush t'i jap dorëheqjen nga një skandal i tillë apo një subjekti në shkelje të përsëritur t'i hiqet e drejta e aktivitetit, sidomos ku rrezikohet shëndeti dhe jeta e njerëzve, edhe në mënyrë masive madje, sikur se ka ndodhur me kadetët e Akademisë së Sigurisë së Policisë. Blerina Dashi, kujdes se hera e tretë është dhe hera e vërtetë.